Ky është muaji i gruas, muaji për të mbrojtur të drejtat e gruas. Kur të gjithë kujtohemi të flasim më shumë për të drejtat, kur të gjithë kujtohen se të drejtat e grave, të drejtat tona duhen mbrojtur. Këtë muaj dhe për 8 mars do të ishte mirë, pse jo, të festonim shumë për atë çka kemi arritur si gra, si njerëz të barabartë mes të barabartëve. Por sot kemi ende një rrugë shumë të gjatë në luftën me mentalitetin se gratë nuk mund të bëjnë punë burrash, se gratë nuk mund të arrijnë njësoj sa burrat, në luftën me mungesën e të kuptuarit se edukimi e arsimimi për të gjithë janë fuqizim, se martesa nuk është arritje për një grua ose e vetmi arritje, se të drejtat e gruas janë të drejtat e njeriu. Mbrojtja e feminizmit dhe e barazisë gjinore mund të luftojnë mentalitetin se gruaja nuk mundet. Mbrojtja e feminizmit dhe e barazisë gjinore mund edhe të luftojnë varfërinë. Pabarazia gjinore është e pakuptim si çdo pabarazi tjetër. Është muaji i gruas çdo muaj, është ditë e gruas çdo ditë.